Përplasja mes fituesit të Big Brother VIP Albania 2 Luizelli dhe ish finalistit të Big Brother VIP Albania 5 Robert Sterkaj duket se është larg përfundimit. Raporti i tyre i tensionuar nisi që në muajin shkurt kur Luizelli hyri për 72 orë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Në atë kohë banorët nuk ishin në dieni se ai do të qëndronte vetëm për pak ditë dhe e konsideruan si një konkurrent të rregullt. Një nga personat që u përplas më njëherë me Luizellin ishte Robert Sterkaj. Debatet mes tyre u bën shpejt pjesë e spektaklit, ndërsa tensionet arritën deri në përmendjen e partneres së Luizit, Kiara Tito. Megjithatë, duket se mosmarrveshjet nuk kanë mbetur brenda mureve të shtëpisë së famshme. Së fundmi Luizelli njoftoi se shumë shpejt do të publikojë një këngë të realizuar në mbështetje të protestuesve, një projekt që ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale. Mes tyre ishte edhe një reagim i Robert Sterkajt, i cili publikoi një postim në Instagram që më pas u fshi, por jo përpara se të fotografojë nga ndjekësit. Në postimin e tij Roberti shpërndau një foto të Luizellit gjatë një podcasti me kryeministrin Edi Rama, ndërsa mbi të shkruaj: Bjondi zbuloi se këngët anti-Rama marrin klikime. Pjesa tjetër shkruhet vetë nga artist në komentator brenda natës. Është qesharake se si funksionon ndikimi, presioni. Mëtej në të njëjtin postim shfaqej edhe mesazhi: Bjondo, më duket më pak si një këngë proteste dhe më shumë si një strategji marketingu për punën e re, urime fratello. Në një tjetër pjesë të reagimit Roberti shkruante: Pardje me 2 gishta, dje me një grusht në podcast me Ramën, sot i punësuar kundër Ramës dhe pas nesër me gishtin polic. Megjithse postimi u fshi pas pak minutash, ai ka nisur të qarkullojë gjithësisht në rrjet, duke rikthyer sërish vëmendjen te raporti tensionuar mes 2 ish-banorëve të Big Brother VIP. Mbetet për të parë nëse Luizelli do të zgjedhë të përgjigjet publikisht këtij reagimi apo do të fokusohet te publikimi i projektit të ri muzikor, i cili pritet të publikohet në ditët në vijim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.